Kryetari i Bashkësisë së Njësive të Veçeverisës Lokale dhe njëherët edhe kryetari i Komunës së Kisillavodës, Orse Gjergjevski, deklaroi se fëmijët të mësojnë në shkolla të sigurta dhe se opinioni dhe prindërit duhet të jenë të sigurt, pasi siç tha, nuk ka vend për panikë dhe frikë. Gjergjevski premtoi se do të angazhohet që kontrollet e rregullta të bëhen të detyrueshme së paku një herë në vit, në përputhje me ligjin. Gjithçka që është evidentuar si mangësi nëse diku duhet të ndërruar diçka për shkak të vjetërsimit, nëse ka lëshime si mos kryerja e kontrolleve të rregullta në një shkollë të caktuar, kjo nuk guxon të ndodhë në të ardhmen, do të hiqet me shpejtësi në periudhën e ardhshme nga autoritetet lokale në bashkëpunim me drejtorët e shkollave dhe shërbimet komunale. Gjergjevski njoftoi se tani janë duke u bërë kontrolla të jashtëzakonshme inspektuese, duke theksuar se në komunën e Kisillavodës kontrolli i rregullt është bërë në fund të vitit të kaluar dhe ka dokumentacion të plot se shkolla është sipas të gjitha standardeve dhe i plotson të gjitha kërkesat. Ndryshe, ai këto deklarata i bëri pas vizitës së shkollës fillore Partanja Zakravski. Kujtojmë se këto kontrolle se sa janë të sigurta shkollat edhe qerët në vend, vijnë pas tragjedisë së madhe e të tmerrshme që ndodhi më 16 mars në Koçan, ku jetën e humbën 59 persona, kryesisht të rinj, dhe mbi 190 persona u lënduan.